emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, Kosova do të mbajë zgjedhje me 28 vjetor, nuk ka asnjë dilemë tashmë mbi këtë proces të pazakont politik, i zakont thuajse për pluralizmin aktual politik kosovar në një frym të antagonizmit e polemikave të thella nga shkuti këtej. Kosova nuk arriti ti formoj institucionet, partia parë, zotit Kurti që dolin në këto zgjedhje, sipas kritikëve nuk dëshiroi ta ndaj pushtetin me të tjerët dhe në këto zgjedhje, po synon të qeverisë e vetëm duke kërkuar mbi 500.000 vota. Por ky nuk është problemi ose tema, nëse mund ta them, e këtij emisioni. Sot kam ftuar njërin prej figurave të rëndësishme politike të Kosovës, zotin Adem Grabovci nga Partia Demokratike. Grabovci, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit ju për mundësinë. Prezenca jote në studio rikthen zotin Grabovci të dikurshëm. Do t'i hysh garës në këto zgjedhje apo jo? Faleminderit së pari për ftesën. Ky takim është në do rrethona do t'i quaj kështu pak më të veçanta. Jemi të jetu një gjendje vërtet e them me përgjegjësi plot atë që e përjetoj personalisht, jo të dëshirueshme, aq më tepër të panevojshme, dhe e them me përgjegjësi plot edhe të papërgjegjshme nga aktorët kryesor, sepse Kosova nuk e ka luksin që çdo 5 muja, 6 muja, ku diu në mbrana vitit t'i mbaj 3 apo 4 parë zgjedhje, përveç anës materiale që shkaktojnë shpenzime të panevojshme dhe të tepërta, janë edhe domet apo pasojat të tjera politike, ekonomike e tjera që i shkaktojnë vendit, edhe në rastin konkret që i kanë shkaktuar vendit, por njëkohësisht e them edhe një anë tjetër që kjo situatë prej mbajtjes së 9 shkurtit e deri më sot e shpërfaq edhe njëherë papërgjegjësinë e njeriut që ka dalë partia e parë të lëvizjes vetëvendosje, sepse rregullat e demokracisë janë shumë strikte dhe shumë qarta. Demokracinë dhe anarkinë i ndan vetëm, për mendimin tim, vetëm një fije e shumë e hollë. Demokracia ka rregulla strikte dhe mos respektimi i rregulla, mos përmbajtja tyne, absolutisht ty të qenë në anarki. Anarkia pastaj ne e kem shumë të qartë, gjithë të cilë nuk kem nevojë me filozofu asë në një tjetrit, e dim se ku përfundon. Prandaj është e pa pranueshme, është e rrezikshme, është e dëmshme. Prandaj në rastin konkret, partia që del e para, nëse nuk e ka fuqinë politike të mjaftueshme për të konstituuar institucionet e vendit, absolutisht është e obligueshme me rregullat të demokracisë, siç ndodhet çdo kund në botë, që të krijoj fuqinë e nevojshme politike. Pra ti siguroj 61 votat e nevojshme për konstituimin e vendit të Kosovës, konstituimin e qeverisë e Kosovës dhe gjitha institucionet të tjera. Kjo nënkupton futjen në bisedime me partnerët e tjerë apo konkurrentët e tjerë me partitë e tjera. Nëse nuk pajtohet me një parti, janë partitë e tjera. Dhe është mënyrë obligative, hapi i parë i domosdoshëm është me gjetë një gjuhë të përbashkët me partitë e tjera dhe me i siguru atë fuqi politike. Përveç tjerash, unë nuk i sugjeroj dhe nuk e dëshiroj dhe nuk do të kisha leju kur, edhe nëse partia të cilës i takoj, po t'i fitonte edhe 51% edhe 52%, nuk dëshiroj që ne të udhëheqim, pushteti jonë të udhëheqet nga një parti, sepse sistemi një partjak ne i kem vujt ato pasoja. Jem ende të lëngu për ato në pasoja dhe nuk dëshiroj që të kthehem në monizëm, po dëshiroj, kem punu, kem vepru, edhe kem kontribuar them me përgjegjësi të plot maksimalisht, edhe si individ, edhe si familje, edhe si shoqëri, të gjithë kem kontribuar që ta kem një sistem
plural Pluralis, po. që nënkupton bashkëpunimin mes subjekteve politike. E dyta, apo ndërsa më e rëndësishme, ne e kemi plot gojen, ndëgjojmë deklarata nga të gjithë oponentët politik, flasin për integrime evropiane, euroatlantike e tjera që janë domosdoshmëri dhe të gjithë duhet punojmë në drejtim. Po para se të flasim për integrimet euroatlantike, ne duhet të flasim edhe të punojmë edhe të kontribuojmë edhe të veprojmë për integrimin e mbrëmshëm, integrimin brenda kombëtar. Absolutisht e them me përgjegjësi të plot, jo vetëm në Kosovë, sot skena politike që është asnjëherë nuk ka qenë ma e acarume, ma e përqame, pa e përdor shprehjen tamam adekuate, mendoj për qytetarët e Kosovës, se sa është sot. Ajo në Kosovë edhe lirisht mund të them edhe mbrana kombëtare. Raportet tona mbrana subjekteve politike janë tepër të acarume. Edhe këte i lus të gjithë qytetarët e Kosovës. Mos të ndëgjojnë fjallën as të Adem Grabocit, as të kujdo qoftë tjetër, po i lus të gjithë që të gjykojnë, të shohin drejt, të ndëgjojnë drejt, mënyrë korrekte dhe të analizojnë dhe të gjykojnë po ashtu në përputhje me atë që shohin, që ndëgjojnë, që janë të e përjetu. Sot e kemi një acarim më të madh se çdo herë mbrana Kosovës. Dhe këtë acarim është vetëm një subjekt politik fatkeqësisht, për mos më thonë një individ, është Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosë, që është i vetmi që është kundër të gjithëve. Është kundër gjitha subjekte partive politike, kundër shoqërisë civile, kundër media, kundër të gjithëve. Është kundër edhe partnerëve tonë ndërkombëtar. Prandaj, kjo është një çmenduri që nuk guxojmë ne të vazhdojmë matutje, nuk prodhon as të një pozitivitet, vetëm shkakton dome pasoja të cilat do t'i vujmë ne. Sot skenën politike, e them me përgjegjësi dhe me dhimbjen më të madhe, janë raportet tona me shtetin me Shqipërinë, sot janë në pikën jo në zero, po minus zero. Asë një herë raportet tona nuk kanë qenë më të këqija se sa janë sot. Raportet tona me vëllezërit tonë në Maqedoni, sot janë tepër të rëndume, me Malin e Zi, me luginën e Preshevës. Atje partitë politike janë në armiqësi dhe i vetmi njeri që ka prodhu këtë krizë, këtë paknaqësi, këtë armiqësi lirisht mund të themi, mes subjekteve politike e ka shkaktu ka një emër, është Albin Kurti. Prandaj, edhe këtu nuk është e rëndësishme qenut në listë të një individi cili do qoftaj, apo të mos qenut e ti më përfshire apo mos përfshire. Unë të them se Adem Graboci do tjetë ka qenë është dhe do tjetë i gatshëm të shërbej vendit vetë, popullit vetë, me aq sa kom pas mundësi dhe po ashtu me aq sa kam mundësi, sa kam kapacitete, unë kur nuk do të ndalim me i shërby vendit tim, popullit tim, mirëqenjes, sigurisë se popullit dhe të vendit tim. Unë jam shumë i vetëdijshëm se Kosova ende nuk është shtet i përfunduar më Ridvan. Ne duhet të gjithë potencialin tonë të mobilizojmë, të koordinojmë dhe të bashkëveprojmë për të përballë me sfidat të cilat janë tepër të vështira, tepër të rrezikshme, edhe janë pamundur një individ apo grupim, cili do të qoftaj mu përballë me to edhe me dalë fitimtar. Ne jemi përballë me sfidat tepër të vështira dhe të kaluara, po kur jemi bashku, ne kemi triumfu dhe kemi ardhur sot ku jemi këtu. Prandaj, edhe sot, është mos e domosdoshme që subjektet politike, potenciali jonë i gjithëmbarshëm të bashkëpunoj, të bashkëveproj, të koordinohet shumë dhe të mobilizohet maksimalisht për të dalë fitimtar karshi sfidave që do të na presin. Edhe me zotin Kurti? Shiqo, ne kem konstatu të gjithë
absolutisht pa përjashtim. E keqja e këtij vendi ka një emër. Ai është Albin Kurti. Fatkeqësisht, për 5 vite qeverisje të Albin Kurtit, ne nuk mund të gjejmë, as nuk mund të identifikojmë me asë një veprim pozitiv që ka bo karshi interesit ton nacional. Dhe për veriun, siç Albin, pretendon ju Kurti lutem, që e shliroj atë? ne ju lutem, ne duhet të referojmë situatës ka histori ky vend. Kemi gjenerata që në përballë për me ardhë deri këtu. Nuk ka qenë vetëm verivi vendi, por ka qenë tërë Kosova e pushtume, e rrezikume, e nënshtrume. Edhe i është ekspozuni shfarosje. Ne aksionin për të koj, ne e kemi, është shumë i qartë, kanë kalu sa vite, po me gjithate, për historinë është shumë shkurt, është shumë e freskët. Nuk guxojmë të harrojmë ato përjetime që i kem pas. Nuk ka qenë vetëm verivi Kosovës, por ka qenë krejt Kosova. Ne kemi arrit sukses me përpjekje të jashtëzakonshme. Spari, unë po e them një konstatim zoti Ridvan. Ne kemi qenë të vetëdijshëm se Serbia është një superfuqi, ka qenë politike, ushtarake në Ballkan edhe në Evropë. Dhe ne kemi qenë të vetëdijshëm se me kënë po përballemi. Kemi qenë po ashtu shumë të vetëdijshëm se me automatike tonë, duke e lujt me shpinë, duke bajt armatim, me fut në Kosovë, apo duke i përdor mushkat, nuk muj me mujt Serbinë. Po e drejta fuqia ka qenë në anën tonë, sepse e drejta ka qenë në anën tonë. Po krejt angazhimi jo ka qenë që të krijojmë partneritet, që ta fitojmë besimin e partnerëve ndërkombëtar. Ta fitojmë besimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve Evropiane që na përkrahin. Dhe e them me përgjegjësi të plotë se fitoria e jonë nuk ka qenë fitore ushtarake, ka qenë fitore politike, sepse ne kemi arrit të dëshmojmë para botës se jemi në të drejtën tonë, dhe kemi arrit suksesshëm e quj, që të fitojmë shtetjen e fuqisë më të madhe botnore, të NATO-s, të fitojmë spari besimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke i falënderuar angazhimeve para luftës, gjatë luftës, që na mbështesin dhe kemi arrit suksesshëm që aeroplanet e NATO-s, fuqia më e madhe ushtarake e botës, të bombardoj caqet e forca ushtarake të Serbisë. E di që quajnë sot nga lëvizja vetëvendosje. Po bëni pak me listën serbe. Po koordinoni me listën serbe. Ç'let kjo për ju? Shiqo, unë patriotizmi i vonuar është fatkeqësia më e madhe. Me bo përpjekje në emër të patriotizmit, të shit patriotizm se po bashkëpunoj me listën serbe. Kjo është për mu fatkeqësia më e madhe që i sjell vetëm dome këtij vendit. Absolutisht. Unë kom bashkëpunu në të kaluarën, kur kom qenë shef i grupit parlamentar të Kosovës, me përfaqësuesit e serbe në parlamentin e Kosovës. Kom koordinu publikisht, zyrtarisht, të gjitha aktivitetet e mia edhe me Slobodan Petrovicin dhe me të gjithë deputetet e tjerë, sepse për mua ata kanë qenë deputet të parlamentit të Kosovës. Ata kanë qenë qytetarë të Republikës së Kosovës dhe unë kam obligim dhe përgjegjësi t'i trajtoj mënyrë të barabartë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Suksesi më i madh i joni ka qenë, është dhe do të mbetet atëherë kur ne qytetarët e Kosovës i trajtojmë në mënyrë të barabartë dhe ata arrijmë suksesshëm me punën tonë, me angazhimet tona, me aktivitetin tonë, t'i binim dhe t'i shkpusim nga kthetrat e vučićit dhe të politikës anti-shqiptare. Nuk janë shkutur, Grabovci, nuk janë shkutur. Ne duhet me punë.
ne duhet me punë të shkëpusim ato. Realiteti ka qenë tjetër në Shpërjeti më shpër ju, lutëm kur të përballeni me akuzat e vetvendosis ta zëm një figurë politike të çfarë një me një trashëgimi, edhe nga ilegalja, nga para vitit 90-ta, gjatë viteve 90-ta, pas viteve 90-ta, me një kontribut po them të fokusuar për ndërtimin, për shtetin, për lirinë, dhe sot përballeni me akuzat e lloj-llojshme të pafundme në Facebook e çka tjetër se jeni bashkëpunëtor me Listën Serbe. Ç'ndjeni, ç'përjeti më kë? Shiqo, nuk po duhet ta them atë onën njerëzore. Asnjë qytetar, asnjë njeri nuk e njeh veten mirë kur shohet, fyhet, shpifet kundër tina. Sepse të gjitha ato janë shpife, janë trillime. Mbi bazën e tyne këta i sigurojnë ekzistencën e vetë. Unë kur nuk i kom leju vetvetes, as nuk i lejej vetvetes që të ardhmen time, kënaqësinë time ta ndërtoj duke i shkaktu mbi fatkeqësinë e tjetrit. Unë po e them me përgjegjësi. Se pe qum fatkeqësi? Po normal se për mua është e papranueshme me bë përpjekje me ndërtu një lumturi timen duke shpif kundër teje, duke të kriju ty dhimbje, shqetësime, të pa nevojshme, të pa drejta për të ekzistu unë. Unë nuk i kom liju një gjatë tillë kur vetvetes, dhe gjenerata ime, bashkëpunëtor, me cilët janë mbi 40 vite aktivitet, që s'm ka interesu diçka tjetër, Ridvan kom bë përpjekje maksimalisht me dhonë kontributin tim në gjitha periudat kohore. Asgjë nuk ka qenë që ne kem përfitu. Aq më tepër flas në periudhën. A keni qëndruar indiferent, Grabovci, a keni qëndruar indiferent në raport me gjithë këtë platformë që është ndërruar në platformë, po them politike, duke ju vënë në akuza vetvendosje kurtit, se ju pini në pak me Listën Serbe. A është indiferenca juaj arsye që keni refuzuar të hynë në debat me to, të tregoni vendin në kuptimin politik? Ridvan, në disa momente ti mund të mbrojt, bo përpjekje me mbrojt dhe ti mund të shkaktojsh dome në aspektin nacional. Dhe ne për caktimin tonë kem pas me kohë asnjëherë vetveten mbi proceset mbi çdo gjë tjetër. Prandaj gjithnjë kem vepru. Unë për ta përshkruaj kohën e luftës, e dim, lufta është e rrezikshme, është më e keqe, është më e padëshirueshme. Po është mjeti i domosdoshëm për një popull të pushtuar, të rëbrum, për ta zgjidhur problemin e vet. Prandaj na kemi hyrë me vetdije të plot në atë luftë, kemi pranuar me përdor mjetin e fundit, shumë të rrezikshëm, që sjell dome, sjell pasojë, merr jetat e njerëzve. Por e kem vlerësuar se është e domosdoshme, është e arsyeshme me u fliju për ta fituar lirinë. Dhe ai që mbetet, le ta gëzoj lirinë dhe populli jonë sot e gëzon lirinë. Dhe sot po përballen me akuza se jeni bashkëpunëtor të Listës Serbe. Edhe para lufte, edhe gjatë lufte, shumë herët para lufte, ne kemi vepru, edhe atëherë kur unë jam përballë me akuza në atë kohë kur nuk o pa as të një dritë në fund tunel jeshile, por çdo që gjë ka qenë e ndalume. Unë kom përjetu, kur them për veten, them për gjenerata, edhe para meje, edhe mas meje, që jemi përballë me ato gjeneratat nëse të kujtohet kur na quajshin kokrisur, nacionalista, iridentista, gjithsesi, po jemi përballë edhe në familjet tona, nga të vjetrit murit me kokë nuk i mshohet, bjeshka me gjyks nuk shtyhet. Megjithatë, ne i kem shoh edhe murit me kokë, edhe e kem dërmu, e kem shtyr edhe bjeshkën me gjyks, edhe e kem qate. Pa me të kontributit për lirinë, kemi arritë të gjitha. Refuzoni të krahasoni me këtë kamp politik? Absolutisht nuk lejoj që ta qes vetveten dhe nuk dëshiroj as të një bashkëveprimtar, bashkëlëviztar i imi që ta ul veten në nivelin e këtij grupimi politik. Absolutisht për mua është e papranueshme dhe qytetari i Kosovës e din
e din shumë mirë se sa e kem pas, ne kemi bashkëpunu me popullin serb. Kemi qenë në luftë me te. Jemi vra me te, jemi kundërshtu se kem pranuar pushtet. Dhe kemi arrit suksesin që ta çlirojmë vendin tonë. Që ky popull të jetoj i lirë në shtëpijat e veta, në trojet e veta dhe të shijoj lirin. Unë jam shumë i sigurt si populli i Kosovës, rinia e Kosovës më kur nuk do të lejoj që të kthehet prapa, sepse e ka shiju frytet e lirisë dhe sot e din çka është me jetu i lirë në shtëpitë e tyne, në familjen e vet, në trojet e veta. Megjithatë ju nxit nuk kthehet. E nxit këtë përjetimin impulsiv, acarimin nervozën të ju, të familjarëve të juj, teksa shohin që rrjetet sociale, Facebookat e gjitha këto gjymojnë nga ofendimin, nga fotot që ju futin në një listë me kriminal serbe tjera. Janë disa momente. Në cilin stat ka rritur kjo shoqëni? Shiqo, une jam shumë i vetëdijshëm dhe jam, po e them, një ndjenjë time të brendshme, jam shumë i shqetësuar, sepse pakënaqësia e qytetarëve të Kosovës është shumë e madhe. Këtij populli, kësaj rinie, ju ka vrarë shpresa për të ardhmen. Dhe unë friksohem shumë se akumulimi i tepërt i pakënaqësisë me u shndru në revolt, pasojat do të jenë të mëdha. I druhesh kësaj? Unë i druhem shumë kësaj, nuk e dëshiroj këtë dhe jam i gatshëm të bëj çdo gjë, të jep çdo gjë që mos të ndodhë diçka. Po flet me shqetësim Graboci. Në mënyrën absolute e them me shqetësimin e më të madh, se Kosova dhe kombi shqiptar ka arrit më shumë se gjithherë në historinë e vet. Kur ne nuk kem qenë në një pozitë më të mirë, edhe si vend, si shtet, si Kosovë, edhe si komb. Nëse ne arrim që të mobilizojmë potencialin tonë, të gjithë mbashëm, të koordinohem në zvete, lirisht po e them atë që e kem dëgju shpeshherë se është shekulli i shqiptarëve. E nëse ne i shfrytëzojmë këto përsmari, spari, nëse ne koordinohem në zvete, bashkëpunojmë dhe bashkëveprojmë për interesin tonë nacional, absolutisht sukseset tona do të jenë marramense. Ne nuk kem kohë të merrem me trillimet të tilla, me goditje, me shpifje, kaq të nivelit të ulët. Po cili është interesi jam me akuzu dikon, po bashkëpunon me listën serbe, po bashkëpunon me listën serbe. Bashkëpunimi me listën serbe është i shpërfaqur Ridvan. Adem Grabocin kur kush nuk e ka ndëgju, as nuk mundet kush me thonë se kombajt do një takim të fshet gjatë natës, po e quaj në mënyrë figurative dhe gjatë natës kombaj takimi jam përqafu me ta, ndërsa gjatë ditës kom shit patriotizëm për ta trullosur. Këtë për bën partia kundë për një grusht votash. Këta është duke e bën, është shumë e qartë partia Kurti. I ki dejtë e marrëveshjet e fundit të energjisë elektrike. Kush po e shet, kush i shefit armatës serbe. Lutëm. Këto ditë ka fituar ankonin për ta furnizuar Kosovën me energji. Është e mjaftueshme kjo. Bashkëpunëtori Milorad Dodik. Për çdo qytetar të Kosovës me pa se deri ku ka shku qeveria Kurti. Deri ku ka shku? Prandaj një njeriu till, energjia elektrike për t'ju shitur, për t'ia dhënë një tender, një njeriu që me të kaluar të tmerrshme, anti-shqiptare, absolutisht është e mjaftueshme. Prandaj, unë i bëj thirrje çdo qytetarit të Republikës së Kosovës. Mos lejoj të vazhdoj të mashtroj vetveten, të i besoj askujt, po t'ju besoj vetë asaj që është duke e jetu dhe të mendojnë seriozisht. Nëse për askon tjetër të mendojnë për fëmijët, për familjen e tyre, dhe duke mendu ne për familjet tona, që është celula, barthoma e çdo shoqërie, ne mendojmë pastaj edhe për vendin tonë, edhe për shtetin tonë, edhe për të ardhmen tonë. Prandaj unë i lutem gjithë qytetarët e Republikës Kosovës të shohin drejt, qartë se ka është duke shku vendi. Nuk kam unë nevojë me fol asgjë sepse çdo gjë është e shpërfaqur.
absolutisht, domët më të mëdha, orit vënd që i kem me shumë mund, me shumë sakrifica, partnerët tonë, të shenjt, për mu Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shenjta, ata janë krijuesit tonë. Pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk e shoh as ekzistencën tonë. Ne Amerika nuk ka kurfar interesi në Kosovë. Ne kemi interes për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partneritetin ton me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Shtetet e Bashkimit Evropian, ne duhet ta shohim të përjetshëm. Dhe ky bashkëpunim duhet të thellohet. Unë vetëm po e citoj Pilej vetvetes, vetëm e citu Dobrica Qosiqin. E dim të gjithë, nuk du të flas se kush është, e ditur se kush është. Vetëm një thone të tina, kur i bën thirrje popullit serb, harrone kthimin e Serbisë në Kosovë me luftë. Shpresa e vetme për të kthy Serbia në Kosovë është vetëm atëherë kur të mbjellim ndjenjen e anti-amerikanizmit në Kosovë. Ju lutem Ridvan, nalemi të analizojmë sot situatën në Kosovë. A ka dhimbje më të madhe, fatkeqësi më të madhe se sot me ndëgju në Kosovë duke fol kundër Amerikës. Aq më tepër në caqet zyrtare. A ka dhimbje, a ka fatkeqësi për ne më të madhe se sa krijuesi i yt me të sanksionu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, State Departmenti, Shtëpia e Bardhë, Senati, Kongresi, të gjitha një zëri, absolutisht ne kanë bërë të qartë, kanë qenë thirrje, kanë qenë kushtrim për çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Është e mjaftueshme për ne kur janë deklarata kur thonë qartë duke folur kështu. Po flet me shqetësim. Të lutem, sa herë na kanë thonë. Unë për referohem realitetit, thirrjes. Ju lutem, ne jemi miq të popullit shqiptar, miq të Kosovës. Amerika nuk e bën betejën, Grabos, Amerika nuk e bën betejën për ju politikisht. Ju duhet ta bëni vetë. Gjë që jeni shoqëruar nga një re e pasivitetit të gjatë. Ridvan, ne kemi një realitet çfarë kemi. Jemi të përballë me sfida nga më të ndryshmet. Jemi shumë të vetëdijshëm, edhe duke përfshi që kemi akuzat shpeshta për gjykatën speciale. Ne atë kemi bën me vetëdije të plotë. Qytetarët e Kosovës nuk po e vlerësojnë gatishmërinë e Hashim Thaçit dhe të tjerëve për të fleju për të mbrojtë vlerat tona kombëtare. Unë po e citoj një fjalë të Hashim Thaçit që duhet ta prek ndërgjegjjen e çdo qytetari të Republikës së Kosovës. Kur thot se po, unë jam i privuar, po populli im është i lirë. Hashim Thaçi me vetëdije e ka ditë përfundimin se si do të jetë dhe kundër kujt është gjykata speciale. E kem ditë, e kem pas shumë qartë se është një konstrukt i shërbimit serbo-rus. Shumë është e qartë, sot janë shpërfaqë të gjitha këto, dhe po i dinë të gjitha. Dhe mas mirëti e thanë përfaqësues të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po. Dhe me vetëdije të plotë është bë kjo, po a ke mujt na mi shpëtu? Nuk ke mujt mi shpëtu. Unë po i citoj vetveten në Parlamentin e Kosovës atëherë si shefi i grupit parlamentar. Ne jemi të detyruar mes të dy të këqijave të zgjedhim të keqen më të vogël. Ne u kem besu Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve tonë evropian. Se është zgjidhja më e lehtë. Po kemi qenë të vetëdijshëm se ky proces duhet ta merr një vendim. Dhe unë e them me dhimbje të madhe pse i ka taku Hashim Thaçit. Po është një fatbarësi që është Hashim Thaçi e përfaqëson dhe e mbron mënyrën më dinjitetshme të mundshme luftën dhe vlerën tonë kombëtare. Dhe jam shumë i sigurt dhe po shifet shumë qartë, është fatkeqësi e madhe se gjithmonë duhet të tjerët me fol për ne për më na bë të qartë
të drejtën, të vërtetën se ka do tjetë. Më duhet ta shkurtimisht në këtë frymë, me këtë temë specifike konkrete, ta risjell në vëmendje një deklaratë që dha ish kryeministri i Kosovës këto ditë Isa Mustafa, kur foli për herë të parë, një detaj për herë të parë për zotin Kadri Veseli, mbi gjykatën speciale. Ta ndjekim së bashku. Ta ndëgjojmë për fillimin nëse... Adria më ka thonë njerë, ta më dëshirë kisha pas që unë vetë me shku në gjykatë, se sa mu me që bashkëpunëtorët se shokët e mi, që mu zbinë situatën që unë ja u këmë bo gjykatën bashkëpunëtorëve, sepse me gjithate kem luftu bashkë me njerës, jemi angazhu bashkë, edhe duhet të bartim edhe këtë pjesë të thejnë. Adria më ka thonë. Kjo ishte pjesa e zotit Isa Mustafa, kur citonte zotin Veseli para se të votoj, para tregushtit 2015 gjykata speciale. Më mirë ta bëjmë ne, ishin të vetëdijshëm që do të përballen me akuza direkt. Ridvan, unë kom qenë shef i grupit parlamentar në atë periudhë, që ka qenë periudhë më sfiduese, më e rënda për ne. Ka qenë vendimi më i rënd për ne, edhe unë e kujtoj edhe Hashimin, edhe Kadrin, që kur u është drejtu grupit parlamentar, mos me ndani ju se unë nuk e di se kundër kujt është kjo gjykatë. Por, më rëndësishme se çdo njëri për ne janë proceset, është Kosova. Prandaj ata, si gjithnjë që kanë qenë të gatshëm, ta qesin bivet vetën, vendin e vetë, shtetin e vetë, dhe të përballen me sfida, edhe në këtë rast, është shumë e qartë se Kadriu, Hashimi, të gjithë kanë qenë të gatshëm që t'jenë aty edhe ta thojnë të vërtetën dhe ta mbrojnë vlerën tonë kombëtare. Flet Isa Mustafa, ju keni qenë brenda, po flet një oponent politik i kohët, një bashkëpunëtor. Çdo njëri që Pse të mendojnë vlerëson drejt, korrekt, absolutisht vjen në këtë përfundim. Krapovci, sa e ndjen mungesën e thaqit të ke pasur bashkëpunëtor takimet, çdo ditë pa me të përsakuar që ishte në Kosovë, po bën 5 vite që ata ndodhen në Hag, në pritje të një epilogu premtues, po them, edhe mbi dëshmitë e fundit të ushtarakëve, politikanëve të ish politikanëve State Departament Amerikan atje. Sa të mungon sa ty? Zoti Veseli. Zoti Thaqi, Zoti Veseli dhe të tjerët, jo që mungojnë mu, mas shumë të i mungojnë familjeve të tyne. Personalisht e kam fjalën se familjes po se po. Në mënyrë absolute me mungojnë shumë. Mungojnë tepër shumë. Me Hashimi kemi pas një bashkëpunim shumë të afërt, nuk kem pas asnjëherë nevojë të flasim shumë, jemi kuptu shumë drejt, sepse qëllimet tona kanë qenë të qarta për njëri tjetrin dhe me gjithë të tjerët. Gjithë ato që i kemi arrit, ne i kemi arrit në sajet e bashkëpunimit, të koordinimit shumë të sinqert dhe korrekt, dhe jemi përballë me gjitha ato sfida bashkarisht dhe kemi triumfu bashkarisht. Cila pjesë të mungon më shumë e atij komunikimi me zotin Thaqi, ta zëmë që se ke qenë... Shiqo, une ta rikthejmë pak... vetëm të vendimet të cilat kanë qenë shpesh herë të vështira, kam qenë shef i grupit parlamentar dhe në periudhën kur ne kemi edin vetëm me 57 deputet si mazhorancë, në mënyrë absolute e them me kënaqësi shumë të madhe. Shumë të madhe të i falenderu gjithë deputetëve të grupit parlamentar të PDK-s, që kem pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, një mirëkuptim të mrekullueshëm, po njëkohësisht edhe të qenit e Hashim Thaqit kryeministër, ne kemi arrit të koordinohem mes veti dhe asnjë një ligj, asnjë një vendim
nuk ka ndodhur me na dështu. Sepse orientimi jonë, përcaktimi jonë ka qenë bashkëpunimi me gjithë partitë tjera politike. Cila pjesë me zotin Thaçi ju mungon më shumë? Qoftë ato Cila pjesë e kubikimit ju mungon më shumë? opozitare, Shakaja, qoftë pjesa serioze, shiqo me na mungon çdo gjë. shakaja e kështu. Edhe shakaja, edhe vendimet, edhe bisedat, edhe të gjitha. Se me zotin Thaçi mu më ka lidh ideali. Nuk jemi njoft më herët me taj. Po prej si jemi njoft, ne kemi pas një mirë kuptim, shumë të mirë, një bashkëpunim të shkëlqyshëm dhe e kom di veten shumë mirë dhe ndihem shumë i lumtur që kom pas fatin të jem bashkëpunëtor, të jem bashkëleftar, të jem bashkëkohëtar dhe të kontribojmë për interesin e popullit ton dhe të arrijmë suksesën ta krijojmë edhe shtetin. E ke momentet shumë të vështira në konferencën e Rambujës, që ne jemi marrë vesh shumë lehtë në mes vete. Tu ka qenë një proces. E kem pas momentin lirisht po e quj, edhe kur e kem përjetu edhe puqin ushtarak që na është tentu të bëhet mbrenda vendet. Puq pequn. Kur kanë qenë të i zhvillu punimet konferenca E Rambujës. Rambujës. Kur në kryet e ati delegacioni ka qenë Hashim Thaçi. Komgullësia tina, guximi tije, vigjilenca tij, vizioni i qartë i tina, absolutisht ne kemi arrit këtu ku jemi. Komgullësia tina, mos të hedh në nënshkrimin aty ku dëmtojnë interesat e vendit, është merit e tina dhe gjithë grupit delegacionit të UÇK-s. Dhe kthimi i Hashim Thaçit në Kosovë dhe diskutimi i qartë edhe e thot shumë qartë para të gjithëve. Ne kemi dy rrugë. Ose të besojmë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të nënshkruajmë marrëveshjen, e cila nuk është shumë e favorshme, nuk arrin të gjitha synimet tona, ose ta refuzojmë dhe të shndrohem në grupe të vogla guerile. Cilën bisedë do ta bëje po të ishte sot Thaçi në liri? Por shiqa po të ishte Thaçi në liri, jam thellësisht i bindur dhe shumë i sigurt se shumë procese tash do të ishin të përfunduar. Absolutisht do ta kishim me plot kuptimin e fjalës edhe shtetin e Kosovës të përfunduar. Absolutisht po të ishte vazhdu e njëjta politikë, po të ishte vazhdu bashkëpunimi me partnerët tonë aty ku i kalon ato raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Shtetet e Bashkimit Evropian, me partnerët tonë. Hashim Thaçi, absolutisht ne sot do të ishim shtet i përfunduar dhe Kosova do të kishte një situatë absolutisht pa pikë hezitimi, këtë e them me sigurinë më të madhe, se procesi i Kosovës do të ishte i përfunduar, sepse ka qenë në fazën përfundimtare. Marrëveshja e 2013-2014, kur është nënshkruar, absolutisht na e kem ditë shumë mirë se çka është asociacioni. Mirë po mbi, ai ka qenë pjesë e marrëveshjes së Vjenës, e pakose Atisarit, dhe ne i kem respektuar ato marrëveshje të nënshkruara. Po lufta jonë, angazhimi jonë po të vazhdon të thu, Thaçi dhe jo, qeverisjen, Kosova do të arrinte ta përfundonte subjektivitetin e saj në marrëdhënien ndërkombëtare. Absolute, e them me sigurinë më të madhe dhe nuk do të ishim përballë me këto probleme me të cilat jemi duke u përballur. Sot Kosova ka rrshqit dhe jemi shumë larg asajna. Ne do të përballemi edhe në të ardhmen, vendi jonë, shteti jonë, populli jonë do të përballet me pasojat të shkaktuara nga kjo keqëqeverisje e Albin Kurrit, nga veprimet S'ka bërë asnjë gjë gravoci? Të gjitha, ju lutem, marrëveshja e Ohrit është
nuk ka rrezik më të madh për Kosovën. Ka një rrshqitje shumë të madhe nga thelbi i marrëveshjes së mëhershme. Ne kemi qenë të angazhuar maksimalisht Për i kompromis dëmshëm të kurthi. Që të lutem asociacioni i komunave të jetë një organizim thjesht pa fuqi politike. Sot Albin Kurti i ka pranu edhe autonominë. Ka kompetenca shumë më të mëdha se sa ka edhe Kosova. Prandaj këto janë ato pasojat e jashtëzakonshme, shumë të dëmshme që i ka sjell vendit. Në planin politik, në planin ekonomik. Në planin politik. Çdo të bëni ju ta zëm po ta qeverisni Kosovën. Unë po ta bëj çdo të bëni në ekonomi, në sektor të ekonomisë. Vetëm një krahasim po ta bëj. A do të mund ta ndani një qytet të madh si Prishtina që të mos e braktisë Kosovën? Të lutem, unë po ta bëj një krahasim. Kur e ke marrë ne qeverisjen e vendit, ne e ke marrë me as 500 milion nuk kanë qenë buxhet. Dhe të i falënderu për kushtimit ton, vullnetit ton, guximit ton, nga dishmërisë son, ne kemi shndru i lus gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Le të nalën dhe le të kthehen në vitin 2008 kur Partia Demokratike për herë të parë e ka marrë qeverisjen e vendit. Pra ta quajmë qeveria një e thaqet. Kemi arritë suksesin të shndrojmë Kosovën në kantierë të punimeve, sepse infrastrukturën rrugore e kem pas jo në zero, po minus zero. Infrastrukturën shkollore, na e dim se e kem marrë pushtetin me shkolla kontinjerë që kanë qenë, pa kanalizim, pa energji elektrike. Të lutem, kur e kem marrë ne pushtetin, të kujtohet ty dhe çdo qytetari të Kosovës i bëj thirrje të kthehet pak prapa të ta kujtoj 8-2. 8 orë pa rrymë, pa energji elektrike, edhe 12 orë pa energji elektrike dhe 2 ora për 1 orë me energji elektrike. Ne në qeverisjen tonë ka qenë energjia elektrike kemi arritë suksesshëm me atë buxhet shumë të vogël ta stabilizojmë. Kemi arritë që të ndërtojmë rrugë. Unë po ta kujtoj ty, po ta rikujtoj dhe çdo qytetari të Republikës Kosovës kur për herë të parë Hashim Thaçi ka dalë, ka deklaruar se Kosovën do ta përshkojnë autostrada moderne, të gjithë janë tallë, edhe me Hashimin, edhe me ne, edhe me të gjithë. Po sot ne i kemi bë realitet. Pse? Sepse kemi pas besim në vetveten, kemi pas vullnetin me punu dhe kemi pas përcaktimin ton të drejtë të qartë të shërbejmë vendit tonë. 5 vjetet e Kurtit tu, s'ka të vëllai. Edhe këtu po nalem, se po flet për histori, çfarë keni bërë? Le ta bën çdo qytetar i Republikës Kosovës. Projektet madhore, infrastrukturore, rrugën pej Prishtinë e kem fillu, e kem lënë në Kiev dhe aty kamet ende është e papërfunduar. Qeveria tha që ka përfunduar në vitin 2014. Për vitit 2014 ne nuk jemi në qeverisje. Rruga Prishtinë-Mitrovic e kem fillu aty ku e kem lënë Miloshev, aty ka ngecë në Miloshev, ende e papërfunduar. Edhe pse në kohën tonë edhe një dallim po e bëj. Se në kohën tonë ne jemi mbështet vetëm në buxhetin tonë. Shumë të varfër për ato rrethana. Nga buxheti ishte u financuan gjitha projektet, po, e vërtet. Dhe janë financuar me vetë financim gjitha projektet. Se përmend këto. Ndërsa, tim pyete në aspektin ekonomik. Në aspektin ekonomik. Çfarë ka ndodhur në këto periudhë? Në 5 vjet asnjë kryeminist nuk ka qenuar në gjatë në periudhë kohës sa zoti Kurti. Shiqo, është një thonje tashmë e dëshmuar dhe shumë e qartë dhe e vërtetë se ku thuhet se mund një pjesë të një populli ta mashtrosh për një kohë, po mundesh edhe tërë një popull ta mashtrosh për një kohë, po kur për tërë kohën. Edhe kjo nënkupton se Albin Kurti ka arritë suksesshëm me mashtru tërë një popull për një kohë të caktuar. Po unë jam shumë i sigurt dhe i bindur se zgjedhjet e fundit kanë dëshmu nga 51% ka rënë në 40%. Po me 28 dhjetor? Po unë jam shumë i sigurt dhe kam besim se qytetari i Kosovës është vetëdijsu, se janë shpërfaq të gjitha dobësitë, të gjitha mashtrimet
e Albin Kurtit dhe unë jam shumë i sigurt se do ta merr atë që meriton nga qytetarët e Kosovës. Dhe unë jam po aq shumë i sigurt dhe kam besim shumë të fuqishëm te Bedri Homza dhe te Partia Demokratike, nëse arrin Bedri Homza me mobilizu potencialin e mbrëmshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, ke dilema. që është i shumt, Ke dilema. që është i shumt, absolutisht jo. Po unë Për fjalën nëse. normal, derisa ta jetësoj, a unë kam besim të patundur se Bedri Homza do ta bëj këtë gjë, do ta mobilizoj këtë potencial, të fjetur po e quaj kushtimisht të Partisë Demokratike të Kosovës, do të ketë guximin me shpërnda përgjegjësi tek njerëz e duhur dhe do të ketë pashtu guximin që të kërkoj llogari nga çdo njeri veç e veç për punën dhe përgjegjësinë dhe besimin. Po e inkurajon zotin Homza. Prandaj Që të marrë vendime. Që ky vend, ky popull ka një nevojë për një njeri vendimmarrës, me një vizion shumë të qartë dhe mbi të gjitha Bedri Homza është i orientuar që të shërbej vendit, popullit dhe kauzës sonë kombëtare, misionit tonë të papërfunduar. Albin Kurti është absolutisht në strategjinë e vet. Albin Kurti i përmenëm Rambujen, që nga Rambuja i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, i vetmi që ka qenë kundër konferencës së Rambujes. Ne e dim edhe qëndrimet e Adem Demotit, Adem Demoqit, njeriu të cilit i kemi bashkë më shumë të ky vend dhe ky popull. Po Adem Demoqi më në fund përfundimin e marrëveshjes së Rambujes, sukseset kur i ka pranu edhe na ka dhënë të drejtë, i ka dhënë të drejtë Hashim Thaqit. I vetmi është Albin Kurti që e ka kundërshtuar në vazhdimsi. Albin Kurti ka kundërshtuar pakun atisarit marrëveshjen e Vjenës. Dhe ne e dim se ka tentuar dhe ka shndruar në një kauzë të rrejshme. I ka mashtruar qytetarët e Kosovës dhe i dim protestat, kundërshtimet dhe i kem 2 jeta të njerëzve, të djemve 3, të shkëlqyshëm, familje të mrekullueshme, shumë meritore që janë fliju për një kauzë të rrejshme. Kundër marrëveshjes apo pakos së atisarit. Kemi shpallin e pavarësisë që i vetmi është Albin Kurti, i cili nuk e ka njoft. Është Albin Kurti që nuk e ka njoft kushtetuntën e Kosovës. Si arriti pro? Me cilën arsye arritit ju mund pro? Të lutem, unë thash arrin me mashtrime, me joshje, premtime të rreme, me kauza, të ndërtu kauza të rreme, ka rrit deri këtu. Po, së fundmi, këto të gjitha janë shpërfaq, prandaj thash, po e përsëris, kam besim të patundur në qytetarin e Republikës së Kosovës, se me 28 dhjetor, absolutisht do ta jap vendimin e meritum dhe do të arrijë suksesin, do të krijoj mundësinë me zbloku jetën institucionale të Kosovës dhe po them me përgjegjësi jo vetëm institucionet, por shtetin e Kosovës. Dhe do ta shpëtoj edhe këtë rrezikim që i është bën shtetit të Kosovës. Absolutisht ardha e Bedri Homzës në krye të qeverisë, marrja aty në përgjegjësive, se Bedri Homza nuk e kupton si privilegj qenit kryeministër i vendit. Ai është shumë i vetëdijshëm, jam thellësisht i bindur se është shumë i vetëdijshëm për përgjegjësitë që e presin. Se në radhë parë, ne dim se ku kemi rrshit. Duhet të riparohen raportet tona, të rikthehen atje ku kanë qenë raportet tona me partnerët ndërkombëtar. Duhet të trajtohen të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës në mënyrë të barabartë. Duhet luftohet që edhe minoriteti serb ta nin vetveten në shtetin e vet, në shtëpinë e vet. Dhe duhet të angazhohemi dhe të punojmë maksimalisht që të shkputim ato lidhjet me pushtetin serb, gjithsesi me Vučićin që po shifet qartë çdo ditë po shpërfaqet fytyra e tij e vërtet se ku qëndron. E kujt? E zotit Kurti? Vučići. Po. E Vučićit, prandaj ne duhet se
minoriteti serb përdoret vetëm si një mjet për interesat Për manipulim të tij manipulimit politik, të po. politikave të tij. Po, Prandaj suksesi më i madh është i joni kur të arrijmë që qytetarët e Kosovës të kthehen, të punojnë, të jetojnë dhe të ardhmen e tyre ta shohin në Kosovë dhe ta ndërtojnë në Kosovë dhe ta japin kontributin për shtetin e tyre për Kosovën. Ata që duan absolutisht do të jenë të mirë se ardhën. Ata që s'duan absolutisht në demokraci mund të zgjedhë çdo kush të jetoj aty ku dëshiron. A përfason Bedri Hamza për ju shpresën për një përballje të madhe politike me zotin Kurti? Në mënyrë absolute e them me bindje të thellë se e përfaqëson edhe do të jetësoj këtë. Në konventën e PDK-s kur ai u zgjodh kryetar në një proces shpejt, mbase që nuk përmbushet dhe standardet, një kuvendi normal demokratik, me qenë se ishte, siç e keni thënë, jashtëzakonshëm. Nuk pati zgjedhje në nivel degve kështu me radhë. U shpërfaq një nevojë etike, e tha Hamza vet. Ka uz prioritet mbi prioritete për PDK-n është uniteti. Kem parë degën e Drenas, polarizimet brenda PDK-s, midis zotit Lushtaku e zotit Ladrosi, që mbase lanë në hije kauzën për përballje me Kurtin të PDK-s edhe u krijua përshtypja që PDK më shumë ka investim për të mirëmbajtur grindet e brendshme sa të përballet me zotin Kurti. Ishte zoti Ali Ahmeti, miku juaj, në një takim që e organizoi midis Hamzës, midis Ladrosit, ishte vetë Ali Ahmeti në Skënderaj. Cila o gjendja PDK-s? Sepse dhe ju vetë një përfshirë në proces. Pari e them edhe me kënaqësi dhe me burri që edhe Samir Lushtakun, edhe Ramiz Ladrosin, i kam miq, i kam bashkëkohëtar, bashkëluftar, i lërsoj shumë lart edhe raportet e Samiut dhe të Ramizit janë shumë të vjetra, që e mujnë çdo gjë tjetër. Dhe unë u kom thonë edhe njërit edhe tjetrit, shpesh herë se unë nuk hi në mes jush, se ju një miq më të vjetër me njëri tjetrin, edhe e di, besoj se keni forcë mi zgjedh ato mos pajtime, keq kuptimet. Publikut u dash Ali Ahmetit që të vijë. Lutëm, aty kanë qenë disa keq kuptime. Ali Ahmetin e kem një nga bashkërimtarët e hershëm të çështjes kombëtare që nga ilegalja. Unë me Ali Ahmetin kom qenë në Lëvizjen Popullore të Kosovës, kur kom qenë kryetari i Lëvizjes Popullore për Zvicër, një nga degët më të fuqishme të Lëvizjes Popullore. Kem zhvillu aktivitet shumë të afërt dhe kem pas komunikim edhe në baza ditore, për mos më thonë. A ishe i përfshirë Grabosi ju në këtë? Jo, unë po çdo dashamie. Kompromis midis Ladrosit e jam i prirë Ridvan në jetën time, kam dëshirë të gjithë njerëzit mi pa bashkë. E aq ma tepër miqt e mi, me cilët janë krah të suksesit, mi pa bashk. Prandaj, absolutisht jo veçun, po çdo dashamir ka bo përpjekje që ato keq kuptime mes shokësh të eliminojmë dhe absolutisht falemnderus për kontributin edhe të Ali Ahmetit dhe të çdo njonit që ne i kemi zgjedhur ato probleme dhe sot Partia Demokratike e them me kënaqësi shumë të madhe se është e unifikuar po e rikonfirmon. I përgatitur në mënyrë absolute e them në PDK nuk ka çare. Partia Demokratike sot është më e bashkuar se kurdoherë, sepse është e vetëdijshme për rrezikun që po i karcnohet vendit ton, vlerat tona, sukseset tona, sakrificat tona. Dhe ne nuk lejojmë që këto të dëmtohen dhe të shkapërderen. Prandaj, përgjegjësia jonë është shumë e madhe të bashkohemi të gjithë, jo rastisht është Bedri Hamza sot në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, të bashkohemi të gjithë pa përjashtim rreth Bedri Hamzës për të bërë fuqinë që din Partia Demokratike e Kosovës për të zhvilluar një fushat
tamam ashtu si çdo Partia Demokratike e Kosovës për të arritë suksesin e dëshirueshëm. Më nuk do të flasim për ndarje thu, për polemika brenda PDK-s. Ka marrëveshje. Në kuadër të PDK-s sot diskutohet për mobilizimin e përgjithshëm për një garë vendimtare për t'i shpëtuar vlerat tona dhe për të kthy dinjitetin ton aty ku duhet. E në radhë parë, angazhimi i qeverisë son, i Partisë Demokratike, do t'jetë rikthimi apo riparimi i atyre raporteve që janë tepër të rëndësishme me Bashkimin Evropian, me partnerët tonë e me theks të veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Koordinimi i jonë duhet të jetë shumë i thellë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ridvan, unë kom bashkëpunu me... A qërën janë goditur thu? Lutem, po ka marrën të goditun se sa ne detyrojmë edhe State Departmentin, edhe Kongresin, edhe Senatin me dalë me deklaratat publikisht që kanë dalë Ridvana, ka ma keq për ne se sa me detyru Shtetet e Bashkuara partnerin ton me dalë me deklaru hapur publikisht që nuk ndodh. Nuk qanë hallin kush Kosovë për to, o Grabovci. Të lutem. Nuk po qanë hallin kush Kosovë, a është Kosova në masa ndëshkuse? Nëse ne nuk e qajmë hallin, ne dhe t'ja bojmë fatkeqësinë vetvetes. Prandaj me detyru Shtetet e Bashkuara, me dalë me deklaratën se ne jemi me popullin e Kosovës, se do ta përkrahim popullin e Kosovës, se me popullin e Kosovës nuk kemi as të një keq kuptim, po kemi problem me qeverinë dhe kemi problem me Albin Kurtin. Kjo është kushtrim për ai që ka vesh me ndëgju, ai që ka sy me pa, ai që ka tru me logjiku, po dihet se ku është pengesa. Por betejën du ta bëni jo. Betejën du ta bëni jo. Apo ringrijeni nga një pasivitet për cilën pasivitet duket që jeni kritikuar si subjekt në gjithë këto vite, Grabovci. Nuk mund t'ua krye betejën politike SBA-t. Ridvan. As Bashkimi Evropian, as media. Lutem. Apo jo, keni përvojt gjatë politik, Grabovci, që 5 vite nuk je aktiv. Pikërisht unë po flas në radhë parë e kritikoj Adem Grabovci. Sepse Adem Grabovci nuk ka qenë aktiv as 20-30% në këtë periudhë kohore. Ne e dim se mbi kauzën e një kauze të rrajshme, me një aferë të improvizume, të montume, që njihet si afera pronta. Absolutisht, unë jam tërheq nga politika, sepse unë kom pas besim në institucionet për cilat kom dhënë një kontribut për të konstituu. Dhe ne e kem respektu Partia Demokratike ka shumë qartë në ndarjen e përgjegjësive. Nga gjyqësori, nga legislativi dhe ekzekutivi, të lutem lejon të përfundoj. Dhe unë i kom bë thirrje publike, organeve të drejtësisë. Ju lutem, unë jam këtu. Dhe jam tërheq si shefi grupit parlamentar për mi pas durt e lira drejtësia me bë punën e vet. I kom tërgu gatishmërinë, ju kom përgjigj çdo thirrje të institucioneve të drejtësisë. Ja ku jam. Ejet përballëm së bashku. Dhe së fundi, kom kërku, jam akuzu për gjëra të pa imagjinueshme. Se Adem Grabovci pas ka shkel të drejtën dikuj. Ju lutem, unë i kom bë thirrje përfaqësuese së akuzës. Ju lutem vetëm një dëshmitar, xhama, një njeri që Adem Grabovci gjatë jo vetëm atë periudhë kohore, por gjatë të jetës i ka bën një padrejti dikujt tjetër. Në mënyrë absolute e them me përgjegjësi se përcaktimi jetësor ka qenë i imi që të respektoj njerëz, bashkëkombasit e mi, po çdo qytetar ta respektoj, ta ndi veten mirë dhe kom arrit sukses me koordinu punët. Unë ta përmena edhe qenit tim si shefi grupit parlamentar, me 57 deputet. Nuk i kom marrë Ridvan nuk i kom marrë nga qielli ato vota. Janë marrë për që aty në deputetve që aty. Tu i falënderu bashkëpunimit. Nuk i përgjigjet prokurorisë, kryeministër është, o Grabovci. Fare nuk shkon në seancë. Veç ta përfundoj.
me qëta njerës këm bashkëpunu. Ajo aferë ka qenë ndërtuar mbi përgjimet në të njohur atash të Ministrisë së Transportit. Edhe në atë kohë, ndërkombëtaru kom thonë, ja ku jam. Do të bashkëpunoj për ta zbarë të vërtetën. Dhe epilogu? Jam hetu me vitet të tona dhe në fund ka përfundu me 0. Shkelet i kanë bë institucionet e drejtësisë ndërkombëtare, sepse me ligj kanë qenë të obligu me informu se ndaj teje kanë pushu hetimet, se dhe nuk e bën. Gjetet janë 0, ato nuk më kanë informu fare. Kanë qenë të obligume të gjitha ato përgjime që në bon janë të rregullume me ligj, njërë strikte, se gjitha ato përgjime që në bon ka qëndash me mpyt, dënë të asdeson, dënë të ruhën dhe unë me vendosë për to. Ata i kanë keq përdor, i kanë shpërnda ato inqizime. U bën për t'u hequr nga politika, tho. Dhe kanë marrë njerëz e pa përgjegjshëm të cilët i kanë përdor ato dhe e dim atë epilog si ka përfundu. Dhe unë kam dhënë dorëheqje, ju kom përgjegj organët drejtësisë në kohën kur ne kemi qenë në pushtet. Ne kemi qenë në pushtet kur është ngrita këtë akuzë. Vendimi lirus, shfaqësues ka ndodhur në kohën kur në pushtet kanë qenë qeveria aktuale. Prandaj unë kom fitu të padrejtësinë, që është kom qenë i bindur që ditën e parë, se aty nuk ka asë një shkelje ligjore. Por ju motivi është të nxjerrni nga politika, apo? Jo, unë jam i ndërgjegjshëm, edhe që i veten edhe të përgjegjshëm, para mundit, sakrificave spare personale, familjare, shoqërore, që këto institucione ne i kem ndërtu vetë. Dhe në momentet të caktuara ti duhesh me ditë se duhesh të tërhiqesh. Se nuk guxon mi përdor petkun e pushtetit për ta mbrojtur vetveten. Unë atë nuk e kom. Po qeverinë Kurti si e cilësoni raportin e saj dhe goditjen e ndaj sistemit? Standardin erdhi në pushtet me një standard tjetër, duke i ftuar qytetarët që standardi i tij përfaqëson një yrnek tjetër, një model tjetër. Cili është modeli që po e vendosi Kurti? Me ministrat e tij, me aferat që ka. Ne thamë që Albin Kurti ka ndërtu kauza të rrajshme. Mbi bazën e kauzave të rrajshme ka ardhur në pushtet. Po. Albin Kurti s'ka pas çare pa ju shpërfaq skandalet që ka ndodhur në qeverisën Albin Kurtit. Mënyrë absolute, Adem Grabocit mos e dhash zoti më pa gjetë në përgjimet e mia të fol me kriminal kundër bashkëkombëtarëve të mi. Jo kundër veteranëve të luftës, të drejtat të veteranëve të luftës, që janë kategoria më maritore, që duhet të jenë më të respektuar, që ashtu që i respekton çdo shoqëri, absolutisht, apo duke komuniku unë për tendera, për miliona e tjera, Adem Grabocin, jo që se kështë parë në politikë, po do të më kishte ardhur turp me dalë në rrugë. Sot, një qeveri, një grupim politik që ka ardhur në pushtet, në emër të luftës kundër korrupsionit, sot e them me përgjegjësi të plot para teje, para qytetarëve të Republikës së Kosovës, është qeveria më e korruptuar që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Kosovës. Është qeveria që i ka sjell dëmet më të mëdha proceseve dhe shtetit të Kosovës. Nuk du të elaboroj se jam i gatshëm edhe të flasim një për një, aferë për aferë. Po të kishtë ndodhë, mi ndodhë Adem Grabocit, vetëm një nga ato. Me unë dëgju unë të folë me Radojqiqin, apo me të tjerët, për gjerat të tilla, absolutisht. Ju mundi me marrë me menë se qatë dhe të kishtë ndodhë këtu. Po, këtu është dëpsia edhe partisë teme, edhe e opozitës. Sepse opozita ka qëndru dur kryq. Është mjaftu me vetveten. Nuk e ka pas asnjëherë parasysh se një ditë e qëndrimit në pushtet të këtij njeriu, të kësaj kaste, absolutisht është një vit apo me vitet të tona të humbura të Kosovës. Këtë ka qëndosht opozita me qenë aktive
mi qartësu këto para qytetarët të Republikës së Kosovës, mi përdor të gjitha mjetet demokratike kundër kësaj qeverisje. Absolutisht, ka që ndosht, protesta është një nga mjetet më demokratike çdo kund botë që përdoret. Jam rrëpsisht, unë kom protestuar edhe në kohën e regjimit serb kur ka qenë në Kosovë. Qenë nga të njëjta e deri në fillim të luftës kom qenë pjesë aty në edhe udhëheci shumë organizatori shumë demonstrata me gjeneratët timi me bashkëpunëtorët e mi. Po kur ne kem pas thirrjen kryesore, mos theni, mos dëmtoni, mos i lëndoni policët shqiptar, se janë vëllezër tonë. Mos theni sepse është pasuria jona. Çka ka ndodhur në qeverisin Kurti? Po mendoj në kohën e Kurtit, protestat të përgjakshme, ku janë dëmtu, janë lëndu policët. Në kohë sa ishte në pushtet, po. Sa ishim ne në pushtet. Janë dhunu Parlamenti i Kosovës, deputetet, është rreziku jeta e deputetet të Kuvendit Kosovës. Mos mendon ti apo cili do qytetar i Republikës Kosovës, si ne nuk kem pas mundësi ti shkelmojmë deputetet e lëvizjes vetëvendosit, ka ca fytym me ta fizikisht? Jo, ne do ta kryjmë një punë kundër vendit tonë, kundër interesit tonë. Jeshtë kam pasi dobësit ju i heshtjen. Jo, ajo ka qenë heshtjen dobi të vendit. Albin Kurti ka desht me na fut në një luftë civile, në një luftë vllavrase, dhe ne nuk kem leju. E thëmë me përgjegjësi të plot. Partia Demokratike e Kosovës jo njëherë, po disa herë e ka shpëtu vendin tonë nga luftat, nga përballja jo në mbrëmshme. Sepse ne i kemi përjetu plagët, i kemi plagët e hapura hala. I kemi sa njerëz ende të pagjetur. Në familjet tona ne kur shkojmë ne na mungojnë vëllezërit tonë, ma dashurit tonë, na mungojnë bashkëluftarët tonë. Ne në çdo qytet të Kosovës kur shkoj është e pamundur pa taku një fëmijë të dëshmorit që vjen afrohet me jep përqafim, po për mua është një ndjenë tepër e rëndë. Është përgjegjësi. Se edhe nëse nuk më thot, unë e kuptoj. Se kur të më përqafon mu, më përqafon vend të prindit vetë. Si bashkëluftari prindit vetë. Dhe në heshtje më thot, çka po bëhet me betimin e babit tim. Se ta besojnë të na, syti kanë të une, të ashimit, të gjithë shokët, bashkëluftarë. Se ne do të jetësojmë ëndrrën e tyne, se ne do të qojmë në vend amanetin e tyne. Dhe unë jemi vetëdijshëm se a jam në pushtet, as jam në pushtet, a dukëm në skenën publike, apo nuk dukëm. Unë jemi vetëdijshëm për përgjegjësinë që kam. Unë dhe shokët e mi kem përgjegjësi për shtetin, për sakrificën, për rujtjen e këtij vendit, këtij shteti. Absolutisht, nuk ka përgjegjësi Albin Kurti. Se nuk e ka asë një merit, asë një kontribut për këtë vend. Prandaj, po, edhe kur diskutoj për këto çështje, unë diskutoj me emocion. Se i përjetoj ato, i përjetoj me dhimbje. Flet me përjetim. Lutem, unë i përjetoj me dhimbje. Unë për kujtoj një takim me disa prej shokëve, dhe me një moment, kishim qenë edhe si të burgosin politik, edhe në luftë, 10 apo 12, nuk, po një nga shokët, emri njohur, kontribusi jashtëzakonshëm, Rambuja. Kur më thotët, me shaka, se ai ka shakat shumë interesante. Kjo dhe pikpame lingvistike, standardin e të folën. O shokim, qa ki tha se jenë nxe kështu në kry. Thash po, Rom, thash po të e përgjegjen me njëherë. Hajde shok jem, ne kemi përgjegjësi dhe obligim me mbrojt sakrificat e vendit tonë. Të gjithë ata që kanë ra në fushën e nderit, ata kanë qenë nën komandën tonë. Ne u kemi bërë thirrje për luftë armatosur. Hajde në thash tonë shok, të shkojmë, jo zgjedhni cilin qytet të Kosovës doni të shkojmë, të rrim vetëm duar kryq kështu në qendër qytetit dhe nëse nuk vinë
të paktën 2 apo 3. 3 më na përshëndete, më na përqafu, atëherë unë kur as me politikës do të merrem. Përqafimin e fëmijëve të bashkëftarëve e përjeton ata do të jenë fëmija e bashkëftarëve tonë, fëmija dëshmorëve, apo do të jenë invalid, apo do të jenë veteran të luftës. Të ju mbajnë shpresat. Sepse ata na besojnë ne. Thash Rambuja, thash mas pare Adem Graboci ka obligime përgjegjësi para vetës. Thash kur thom për veten, thom për të gjithë ju. Rinin nuk e kem shiju në përburgje. Pjekurin në aktivitet. Me Rambujin këm pas fatin Ridvan kur kem fillu pajtimin e gjaqeve. Në shtëpi tuaj ka filluar ky proces. Shiqo, nuk desh atë edhe ne po shumë e vërtet se ka fillu në shtëpinë time, që ka pas mbështetjen më të madhe nga vllai im tash i shpallur nga presidenti hero i vendit, mbështetjen më të fuqishme e kem pas, sepse ai ka qenë njës i Gojdhana, i Oda, muhabetit të Oda po shprehem. Dhe na kanë dëgju atë natë kur kemi qenë unë, Have Shala, Ibrahim Dresha, Lulzime Temi dhe Flamur Gashi në shtëpinë time. Dhe kem bisedu sa u kthym prej protestave të përgjakshme, ku në dur tona ke vra kandidatë. Edhe ne ishim të vetëdijshëm se nuk mund ta mbajmë atë frym për gjatë kohë. Duhet ta gjenim një formë se si të depërtojmë në masë, në popull. Dhe mos t'i shkpusim kontaktet me to. Dhe Have Shala ka tregu me një rast në protest gjatë marshimit, kur kem bë thirrje kush zbashkohet është tradhtar, një nga përfaqësuesit e një familje që kanë qenë gjak të qajt. Edhe afroni i themi pse, bashko thot jo. Këtu është madhështia e qytetarit e trirë, sa në gjendje me gjiku. Edhe në atë kohë, për me rujt pastërtin e protestës. Thot jo në me shpirt, me zemrë me shpirt jam me ju, po unë jam në gjak. E friksohem gjaksi, delim vretë dhe pastaj Serbia e përdorë se shqiptarët për vritën me zvetë. Shiko çfarë. Kjo ka qenë ai momentumi më i rëndësishëm. Dhe qëllimi nuk ka qenë joni vetëm të pajtojmë gjokë. Ndjesh i lënduar kur të ballash me akuza se jo je bashkëpunëtor i Serbisë, jo kështu. Lutem, ndërkohë që po flet për fëmijët atë grabovësit të bashkëluftëtarëve, për qafimin e tyre që përjeton rënd, mesazhin. Kudo që shkon. Unë obligimin që ke kudo që ti jesh. Këtë vendim kur e kem marrë, ne kem marrë me qëllim deportimit në masë, lidhen me masën, bashkimin edhe të intelektualve me popullin. Dhe unë e them me përgjithësi plot kemi arritë suksesshëm. Takimet tona kanë qenë të shpeshta, edhe me Rgovën atë kohë, edhe me Qosin, edhe takimet më të afërta dhe më të përzemra dhe meritën e jashtëzakonshme dhe njeriu që për mua është i shenjtë, intelektuali më i madh, Anton Qeta, dhe madhështia e tij qëndron pikërisht aty kur shumë herë i thojnë duhen mi atribu meritën për iniciativë Anton Qetës. I lutem i keni deklaratat e profesor Antonit, që është nga të rallë. Jo, thot, nuk është merit e imja edhe gjeneratës ime. është merit e rinis. Edhe në disa raste e përkuvizon thot e rinis së PS. E 5 të burgosur politik. Du se më shkpute. Po, të lutem se po edhe një moment në këtë kontekst jam të fol. E kam thonë edhe një rast, e kam përmend një deklarim në atë kohë nuk guxoj me thonë me saksia, ka qenë Evropa e lirë, një medium i jashtëm, por shqiptar, edhe japim në strelës të Deçanit.
ku ka pas Po. pajtime, edhe pas ati momenti, prononsohet profesor Antoni, edhe unal po prononsohem dhonë, mu drejtun gazetari, edhe unë fola për qëllimin ton, organizimin, rinia, iniciativë. Gjithë insistation me dit iniciatorin, kush është? Se është e qartë, dikush e merr iniciativën, dikun merret iniciativa. Mban përgjegjësinë, Po ne kishim marrë vendim se Imagjino. natën e parë se këtë iniciativë nuk do me personalizu. Në shtëpinë tuaj. Në shtëpinë time nuk do me personalizu, po në emën të rinisë, në emën të popullit. Gjetje shumë Edhe- interes. Edhe kur i thëm plas, profesor Antoni shumë ka qenë dashamirës me ne, na ka desh si kur fëmijën e vetë. Edhe thot, Adem djale, po pse nuk po të regon se pajtimi gjatë që ka fillu në shtëpinë tonë, se jeni i përmend gjitha emnat të Havës, të Mërvetës, të Ibrahimit, Lulzimit, Flamur, e tjerë. Edhe filloj me më folë për rolin e individit në shoqëni. Tash profesor, me shumë dashamirësi dhe shumë shlirë, se ashtu ai të krijon të Ndjenjën e afërsisë. ndjenjen e afërsisë, Po. të respektit. Po. Çfarë i tha? Thash, profesor, mash e dim, thash ne, thash si të burgosin politik, kemi lexu literaturë për rolin e individit në shoqëni. Thash, po për ne më e rëndësishëm se individi është qëllimi. Po këthy bashkështu me një jo habi, po sikur unë s'po e kupton, tha bën tha me më tërgu sa çka. Thash qëllimi jonë është unifikimi, bashkimi i popullit. Tha po ç't keq që ka tha, nëse nuk tërgohet, thash po. Thash me njeriu bashkjetojnë ndjenjat e ligës, si ato pozitive dhe ato negative, si që janë smira, xhelozia, inati, e tjera. Me dalë, thash, me thonë Adem Graboci, në shpinë Adem Grabocit, mu përmen emni Adem Grabocit, të i Havës, të i Mërvetit, mu përkuvizu, thash i lendojnë shpirtat e bashkëmëshatarëve tonë. Thash e lëvizja nuk e merr atë fuqinë që duhet. Thash po kështu, në emën të rinisë, të gjithë e ndin veten Çfarë iniciator, organizator, po, Çfarë i tha? Ju po them kujtohet? sinqerisht kur nuk e harrohet, edhe emocionet që ka përjetu profesor Anton Qeta në atë moment, edhe përqafimin që na ka dhënë. Nuk i harron. Edhe fjala e tij ka qenë taksative, po ta them nëse mund. Po. Une kam besim se me ju edhe e pamundura bëhet e mundur. Unë nuk do të ndahem kur për jush. Edhe ashtu ka ndodhur. Gjatë pajtimit gjaçeve, Ridvan nuk është vetëm pajtimi, kanë derivu edhe shumë iniciativa tjera. Mobilizimi popullor. Kanë bëru aty Po, dhe po. kemi arritë suksesën. Unë e kom thonë me një moment. Serbia nuk arriti ta përçojë popullin shqiptar. Shiqo, Kjo është ngjarje vendimtare, nismë vendimtare. unë ta përshkruaj Për ta momentet, godit Serbinë që ajo të mos ketë sukses në përçarje. momentet e fillimit të kësaj ngjarje. Serbia policia e ka nënçmu. Po, e E vërtet ka është. nënçmu. Po, Edhe ne na konvendonte ajo. Po kur po masovizimin e shpejt, Serbia ka bë përpjekje me na arrestu. po. Kemi qenë në rast i thojnë të vorët e gjata në Pej, në hyrje të Pejës ke parasysh, në një lokal kishim pikërisht një familje për falje të gjakut. Me kërku, kur kem dalë aty, i kem pa policinë, kanë desh më në arrestu, mu, Havën, kemi qenë gjithë pesët. Une, Hava, Mërveti, Brahimi, Flamuri. Luli, nuk e dia ka qenë në atë rast Flamuri, por edhe ne kem shpetu. Pastaj kanë fillu me na njek. Pa jo kanë diku. Fillimisht, përparësia juaj ishte që nuk ishi pasi rrezik ju për Fillimisht- policinë e Miloševićit. Fillimisht jo. Po. Na e kishim realisht, na e kem diskutuar rrezikun. Nuk i harron Graboci asnjëherë detajet, apo jo? Të lutem, ne kem diskutuar shumë qartë. Nëse na e marrim iniciativën për pajtim gjaçe, në pajtimit gjaçeve, Serbia thot është vepër humanitare. Nëse na arreston, atëherë shpërfaqet Serbia si nxitse e
përçarës e vllavrasjes, që realisht e them me përgjegjësi të plot, në pjesën më të madhe të vrasjeve ka qëndru pushteti Serbia të hershëm. Edhe është interesant që kanë ndodhur vrasjet në mes të familjeve shumë të fuqishme, shumë me ndikim, shumë autoritative. Asnjëherë se ke personalizuar procesin, nuk i ke vënë procesit emrin ka atemi, ka kështu. Në gjithë trashëgimin. Shiqo, Ke insistuar të mbaron puna, të kryet qëllimi. as sot nuk jam interesuar, edhe është hera e parë që flas apo raste shumë të rralla në vetën e parë. Po. Në mënyrë absolute. Ju nxita unë për trashëgimin, po. Edhe në parti, edhe në UÇK unë kom qenë, unë jam i prirë nëse e marr një përgjegjësi, atë e marr që thot populli me shpirt. Edhe e them po ashtu, më fal, po kërkoj falje edhe para qytetarëve, pa pikë modestie. Deri me sot, aty ku kom marrë një iniciativë, kemi dalë të suksesshëm. Në mënyrë absolute. Të falenderoj sinqeritetit të shokëve, dashamirëve, që kem pas bashkëpunim të sinqert, korrekt me të gjithë. Ne prej 5 viteve që kem filluar të iniciativë, unë e them me kënaqësi shumë të madhe se kemi arrit suksesin që s'ka mund askush të arrijë. Kemi arrit mi të bu të verat e luks, me gjithë pengesat, me autoblinda, e tonkse, pushteti atëhershëm sërb, me na pengu s'ka mujt me pengu qytetarët e Kosovës dhe ka ardhur të verat e luks. Pushteti e ka ditë simbolikën, se ne nuk e kem zgjedhë rastisht pajtimin me botë të verat e luks, të beslidhja, që është njën se kur kanë ndesh shqiptarët me hynë në luftë, spari kanë falë gjaqin, ja kanë shtrip dorën një tjetrin, janë bashku edhe pastaj kanë bo fuqin e pathyeshme dhe kanë hinë luftë. Edhe ne kem desht në mënyrë figurative me qu mesazhin te qytetarët e Kosovës, se ne po besatohemi për të përgatitur për luftën e armatosur. Dhe kjo ka ndodhur, po unë e kom përjetu. Kjo klima unitetit kolektiv ndodhi. Unë e kom përjetu pastaj për kënaqësinë time. Fatkeqësisht nuk kisha pas desht. Nuk kisha pas dëshirë me përjetu atë që kom përjetu. Që në luftë takohem edhe me familjen që ka bo vrasjen, edhe me familjen që ka shtri dorën e pajtimit. Në vijat frontit bashkarisht. Dhe kanë qenë bashkëluftar që kanë mbrojt jetën një i tjetrit. Kjo për mu ka qenë madhështia. Në luftë kanë dojë. Të lutem, jo një rast, po në shumë raste. Unë e shpesh e përmend një nga familjet që kem shumë shembuj. Shumë shembuj. Respekt se pajtimin e kanë bërë ato familje dhe merita, gjitha u takojnë familjet të cilat e kanë shtri dorën e pajtimit, që e kanë falë. I kanë falë gjaqet namën të rinis, namën të popullit, namën të luftë, përgatitjes për luftë. Ne nuk e kem fsheh, se po e bojmë pajtimin që përgatitim për luftë. Edhe këtë profesor Antoni dhe të tjerët e kanë ditë, prej shumë profesorëve, që ne për këtë qëllim e kemi. Dhe kemi familje kur para se me na shtri dorën e pajtimit, ne i kanë qitë fëmijët e gjallë. Djemët, vajzat. Për Kosovën, për rinin, s'pari ja u falim gjallë. Dhe tash ja u shtrim dorën. Emocionuese shumë. Ja u shtrim dorën e pajtimit. Pa shembull. Kemi raste kur na janë falë s'pari fishekt e armës, që i kanë rujt për me kundër po e quaj kushtimisht gjaksit. Ato kanë qenë përjetimet jashtëzakonshme. Nuk i harron asnjëherë apo si këto. Absolutisht, kjo është. Dhe përjeton. Kjo ka qenë një përjetim i jashtëzakonshëm, jo Emocion, vetëm për mua. përjeton rezultat e flet me emocion në ato si më thënë lëkundjet emotive që janë legjitime. Lutem, shiqa, unë kom përjetuar pjesën pas pajtimit gjatë, se ne vetëm shpall një vit. Lëvizjes pajtimit gjatë dhe me përfundu. Po ne juftova për politike hynum fillun me na ndjek pastaj. Edhe unë jam detyruar pastaj me ik nga Kosova në 90, në fund, domethënë 90-s. Edhe përjetimet që kanë bërë
pa te që kam përjetu pastaj familja, maltretimet. Persekutimin. Su në rreshën ilegalisht në Kosovë, pastaj një kohë pa ta ikë në Kroaci, në pull me disa miq mitë, edhe atje fillum organizimin. Bom edhe pajtimin, po kryum edhe raporte me kroatët. Edhe një raportet bashkëpunimit shumë të afërta. Prandaj, edhe kem kalu jashtë pastaj në Perëndim. Në Perëndim nuk kem na i dur kryq. Po, unë kom dal me qëllim që të kthehem sa më parë. Dhe mos kyqem në aktivitet në Zvicër. Strehohem për disa ditë, disa muaj. Megjithatë, ai që më ka detyru pastaj të futem në lëvizjen popullore në Degën në Zvicër, ka qenë Bardul Mahmuti. Kur ashtar ka kërku nga unë se duhesh të kyqesh në lëvizje. Në ato rrethona, lëvizja ishte një gjendje tepër të rënë, se nga njerëz që u quajshim nacionalistë, irredentistë, tjera, antikomuniste, ku di une, propaganda pas kur ndryshun raportet, ne u shëndrum në marksist-leninist e tjera, edhe polemika dhe me gjithate, unë e kom pranuate, edhe ma ka përmen emrin e Afrim Xhetisë dhe të Fadil Batës, me cilët, për fatin tënë të mirë, me Afrim Xhetin, unë nga burgu i 5 në 84-ën, Afrimi është marrë nga burgu i Prishtinës dhe kemi qenë të prangosur me pranga bashkarisht. Edhe në atë kohë, kemi qenë 5 trinë atëra transportusin që ishin ku nuk e dishim se ku, për asnjë moment nuk e kem dalë kanga. Me gjithë përpjekjet e policisë, edhe në një moment, kur shkojmë rrugës në drejtim të Podujevës, Afrimi nalet edhe thotët ka qenë 18-19 vjeçare. Thot, shok që kjo është fshati im. Edhe ka qenë një moment që ata kur në jetën time nuk do ta harroj. Edhe i drejtohemi ne, Afrim së shpejti ne do të kthehemi edhe më të fortë në Lugë dhe do të kthehemi në Kosovë dhe do ta vazhdojmë aty ku e kem lanë. Mos nuk e harron asnjëherë. Pastaj me Fadil Batën. Po, plotësisht. Jam taku për herë të parë mas një kohë kur na çun në po mendoj në repart punës ku prodhoshin këta shporetet elektrik bardh për parodi. Dhe takohem për qafën pa u njoft kur, pa janë djenja vetë, edhe ma kur si jemi nda me ta asnjëherë. Edhe kur mi ka përmen këta unë s'kom hezitu, jam angazhu, ma kanë besu për qenë kryetari i lëvizjes popullore për Zvicër, edhe kom marrë iniciativen, edhe e them me kënaqësi shumë të madhe. Kom pas fat në derë me Jashar Salihin me pas në kryesi, një njeri të jashtëzakonshëm, një aktivist të pandalshëm, edhe në lëvizjen e kryetari i Këshillit pajtimit në idealist i pashaç, po. Pastaj tubimin, udhëhesi tubimit madhështor të Verrat e Lukës, dhe si mi ndalë kur. Pastaj ka qenë Agush Buja, ka qenë Ali Ahmeti, ka qenë Bardhylje, Ramadan Avdive shumë, edhe kemi bë një kthes të jashtëzakonshme në Zvicër, kemi bashkëpunu, arrit me bashkëpunu, edhe kemi insistu që të krijohet ai Këshilli i përbashkët, deri të marrja e vendimit për luftën armatosur e kështu me radhë. Formimin e fondit e tjera. Këto do ta kemi në emision të detajshëm. Jam interesuar në emision nuk u shputëm, folëm arsye për trashëgiminë politike, referencat e kësaj trashëgimie, që po goditëm politikisht nga një subjekt që keni rival politik, që quhet Lëvizja Vetëvendosje. Jemi me 28 vjetor në zgjedhje e Grabosi. Cili është mesazhi që po e çoni te votuesi juaj, te ai që mund mos jetë juaj? Unë vetëm një pjesë borx, pa krejt këta që është shtjellu. Po e se ma bën pyetje që shenin veten kur të akuzojnë pas gjithë kësaj. Nëse më shet dikush se unë
kom qenë i bashkëpunëtori pushtuesit, nuk kam çka thonë. Po lëndohesh Graboci, po. Po, Të lëndon. absolutisht se duhet me qenë fare i pa ndjenja për mos mu lëndu. Sepse po lëndohesh pa drejtësisht. Të lëndohen njerëz të cilët një jetë të tonë, thamë, pa modesti edhe në këtë rast, që po më detyron me fol shumë hapur, njerëz të cilët çdo gjë në jetën e vet e kanë fut edhe veten, edhe familjen, edhe rrethin shoqëror, në shërbim të vendit, procese, kundër pushtuesit, të akuzohen si bashkëpunëtor, kjo është diçka e çmendur. Megjithatë, unë jam shumë i sigurt të thash pare, qytetarët e Kosovës kanë filluar me pa kthjellët, Po. me ndëgju. Jeni entuziast për këto zgjedhje Graboci, me ndëgju drejt, qartë, edhe me gjyku, uroj nga zemra, e lutem Zotit që qytetarët e Kosovës vetëm të vlerësojnë drejt. Nuk kam dëgju kështu të fol Graboci, lutem të besojnë në vlera, të besojnë në kontribut, të besojnë në punën e tyne. Ai që jo ka rregullu jetë më të mirë për fëmijët e tyne, për familjet e tyne, për vendin e tyne, atina le të japin votën. Po unë jam shumë i sigurt dhe thellësisht i bindur se asë një subjekt tjetër nuk ka merita më të mëdha në historinë më të re të Kosovës se sa ka Partia Demokratike e Kosovës. Dhe besoni te Hamza, po besoni te Hamza që do t'ja përgjigje problemeve socio-ekonomike, atyre të politike. Absolute, Bedri Hamza, po ta përsëris, nuk është rastësisht sot në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, sepse është njeriu përfaqësuesi më adekuat për rrethonat aktuale të Kosovës, për përballjen me këto dukuri të mërshme që ka ndodhur dhe ndërprerjen e kësaj të keqe dhe këtij rreziku për vendin, shtetin e Kosovës. Gati si historike po ishin këto zgjedhje. Në mënyrë absolute janë më tepër se çdo gjë për ta ruajt vlerën tonë. Ridvan, lufta nuk është më asa Shimthaqit, asa Dem Grabocit, asa Zemsyls, po është vlerë kombëtare. Kjo duhet ta kemë qartë të gjithë. A Dem Graboci po ta them edhe tjetrën, se po më detyron me pyetjet tua. Nuk lejoj me ndërtu në të sot mentimin të u thirrë në të kaluarën, o Ridvan. Dhe ai që tenton diçka të tillë, ai është i padobishëm. Ai është i pazoti për të kryer detyrat e ditës, për të kuptuar kërkesat e ditës dhe për ta trasuar rrugën ka duhet shkojmë nesër. Unë kërkoj mbështetjen e qytetarëve të Kosovës për ato që kam bën dje, se metoda krahasues është metoda më e mirë për të pa se ka duhet të shkojsh. Analizo të kaluarën e Partisë Demokratike. Partia Demokratike përfaqëson vlerat e shenjta kombëtare, edhe të para luftës, edhe gjatë luftës, edhe të pas luftës. Prandaj gjitha këto periudha kohore, përfaqësues të Partisë Demokratike Kosovës kanë qenë aty ku e ka kërku koha, ku e ka kërku interesi nacional. Këta njerëz janë edhe sot të gatshëm me marrë përgjegjësi, jo privilegje, me marrë përgjegjësi. Prandaj këtyre njerëzve duhet të besohet nëse dje kanë qenë suksesshëm. Sot dëshmojnë se janë besnik. Jep jo besimin se edhe në të ardhmen do të ecin përpara. Po kërkon qytetarëve tu besojnë juve. Duke mos i përjashtu kur edhe dobësitë tona që na kanë përcjell. A Dem Graboci kur ka qenë për herë të parë ministër i financave, unë se në qeverinë e përkohshme, unë nuk e kam besuar se do ta përjetoj përfundimin e luftës. Apo Shimthaqi, apo Rambuja, apo Jakupja, e tjetri. Bile Jakup Krasniqi, po e citoj, me një moment në bisedat tona të lira e thot, shokët këtë pjesë të jetës e kemë qelepirë, sepse është shumë e vërtet, se ne kemë prit, se do të kemë fatin e shumë shokëve tonë që kanë rënë fushën e nderit, po ne s'na ka takuar nder.
për fat, ne jetojmë. Po, jemi të vetëdijshëm se kemi përgjegjësi për të ruajtur ato vlera dhe për të çuar proceset në përfundim. E unë po kthehem prap. Po flet me emocion kam besim edhe politik, emocion nga trashëgimia politike, nga pritja që ke zoti Grabosi që në këto zgjedhje gati veç ka nuk po i quani historike për t'i dhënë një drejtim strategjik tjetër Kosovës, në planin e jashtëm, planin e brendshëm zhvillimor ekonomik, për ndërtu një raport shpresë e besimit të njerëzve me shtetin. Ridvan më ke detyru, apo më ke kthy në një kohë, ku unë nuk muj me diskutu, tash dikush mund të më merr edhe për dobësi, së mbohet dert, po unë i përjetoj ato, edhe në gjallin emocion. Nuk mund të mos më gjall emocion kur e kujtoj emrin e Afrimxhitisë. Apo shumë shokëve që kanë ra të Fadil Vaç, Fari Fazliut, e shumë tjetë, ju kërkoj falje, se s'mund të përmenen ato në gjallin emocion. Ato janë momente të paharrueshme për të gjithë ne që i kemi përjetuar ato. Prandaj është e dhimbshme dhe ne kur jetojmë këtë realitet të hidhur pas 25 viteve çlirim, më ndodh ka qenë diçka e pa imagjinueshme për mua se në Kosovë mas 25 viteve e shumë vite tjera të mëhershme përpjekje për të kriju partner me ardh, si që thamë më herët, me ardh me ndëgju mendime kundër Amerikës, kundër aleatëve tonë, kjo është premtim shumë i rëndë. Prandaj të ne ngjall emocion. Po ashtu, ngjall emocion stagnimi Ridvan. Stagnimi i zhvillimit ekonomik. Në shifra alarmante. Lutem, unë s'po du mu nalë, se nëse të klasim për zhvillim... Këto këtyre, të thonë, të jemi në fund në Grabosit se shkojmë vini gati 2 orë emision, dhe ka lëvizur shpejt minutajë për të thënë drejtin. Të ishte edhe rrëfim, trashëgimi, pritje për të ardhmen. E zhvillove muhabetin, pritje për të ardhmen, pa pritur. Nxite tema që absolutisht se kom diktu kohën fare. Më beso se jo, nuk e kom pasur në skalet si ja bojnë këta Shqipërisë, në fokus editorial, të flasë për histori, por më shumë për momentumin e dashëm politik, për pritet që po ndërtoni për zgjedhjet e 28 një të cili mesazh po e çoni këto po e them për këto zgjedhje. Mesazhi po ringrehen ju brezi që keni trashëgimi edhe nga kalumja për ndal këto zhvillime. Jeni bërë bashkë seriozisht të gjithë Grabosi? Shiqo, e para është kryetari im i partisë time që vërtet të arri të mobilizoj potencialin e Partisë Demokratike që ka. Të besoj të njerëz të Partisë Demokratike të Kosovës që unë as pak nuk dyshoj se Bedri Hamza ka besimin e plot. Nuk dyshoj as pak se Bedri Hamza ka guxim për me shpërnda detyra tek njerëz e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe po ashtu jam shumë i bindur se Bedri Hamza ka guximin të kërkoj llogari për çdo njëri për punën e tyre. Qytetarët, çfarë do t'i thonë këto zgjedhje? I bëj thirrje gjithë qytetarët të Republikës së Kosovës, edhe një herë se me cilin mesazh të qartë, të vendosur. Shumë qartë e los çdo qytetar të Republikës së Kosovës të mendoj për spari, për fëmijët e vet, për familjen e vet, se të mendu për të ardhmen, perspektivën, mirëqendjen, sigurinë e familjes, ne mendojmë edhe veprojmë drejt edhe për interesin e shtetit të Kosovës. Besimin mos t'ja japin askujt blanko, qoftaj Adem Graboci, Bedri Hamza, kushdo qoftë, pa mbështet në vepra, në të kaluarën, në sotmen
edhe është shumë qartë për në të ardhmen. Prandaj unë e them me përgjithësi për e përsëris. Bedri Homza ka dhonë prova në të kalurën, aty ku ka qenë Bedri Homza ka dhonë sukses. Ka identifikohet me ndryshime të jashtëzakonshme pozitive. Identifikohet me mirëqenje, krimin e mirëqenjes të qytetarëve të Kosovës, të hapjen e perspektivës së trive të Kosovës, edhe atëherë, kur të tjerët nuk kanë mujt me imagjinu. Edhe atëherë, kur edhe ekspertët botënorë të bankës botënore, fondit monetar, kanë qenë skeptik që mund të lejohen edhe autostradat, edhe rritja e paga që ka qenë. Hashim tha që qeveria tha që ka marrë vendim, i ka jetësu ato, edhe i ka materializu. I entuziast, të gjitha. Edhe sot, rrallë ju shoh këto entuziast. Do shtë atmosfera zgjedhore është arsye? Po. Lutem. Unë po them qytetarëve të Kosovës, ta shohin, ta analizojnë shumë mirë, drejt, qartë, pa paragjykime, veprimet e gjithë të cilit, dhe jam shumë i sigurt se njeriu më i suksesshëm ka qenë Bedri Homza. Njeriu më i suksesshëm për të përballë me sfidat në të ardhmen, me vendime të vështira për në të ardhmen, do të jetë Bedri Homza së bashku me Partinë Demokratike të Kosovës. Jo, ku jeni, nuk të pyeta në fillimisht personalisht çdo të bëhen në politikë, do të hyjë garës apo jo? Nuk po trajton me rëndësi këtë. Asnjëherë nuk u komik përgjegjësive. As sot nuk u iki përgjegjësive. Çfarë i thon me? Çdo herë kam qenë aty ku është vlerësu se është e nevojshme për të qenë. Edhe sot jam i gatshëm për të qenë. Shumë pak ka rëndësi emrat e përveçëm, po nëse ne arrim bashkarisht që lista përfaqësuese të jetë vërtet përfaqësuese, Partia Demokratike e Kosovës padyshim se do të shkëlqej. Nuk kemi marrë krejt atë të dëshirueshme. Nuk kemi marrë krejt atë që meriton Partia Demokratike të Kosovës. Por kemi arrit të mundshme për në këto rrethana. Dhe kemi arrit suksesshëm mi dhon besimit Bedri Homzës për të marrë përgjegjësi dhe për të marrë për të zbloku proceset dhe për të ecë përpara. Grabovci, të falenderoj. Faleminderit juve. Këtë intervistë do të mund ta vazhdonim edhe shumë gjatë në sektor për sektor, meqense jam gazetar me një përvojë solide, po them kështu. 25 vite të pas luftës, mi mbaj memorin për gjitha zhvillimet dhe do të mund ta vazhdonim këtë intervistë, po them sektor për sektor. Çfarë përgjigje do të jepni ju bashkë me zotin Homza si kandidat, besoj, cilin do ta nominoni dhe zyrtarisht për kryeministër, dhe do të mund ta vazhdonim me gjatë këtë intervistë, por ndoshta gjatë zgjedhjeve dhe mund të ta bëjmë. Të falenderoj edhe një herë, Grabovci. Edhe për emocionet që risollën në këtë intervistë. Të falenderoj shumë për mundësinë që më ka dhënë, për provokimet që mi ke bën, pozitive, po them në atë kuptim, sinqerisht, më ke rikthy një të kaluar që në krenohë me te, më ke kthy në disa periudha kohore që absolutisht nuk mund të diskutoj pa emocion, po e them pashtu bindshëm se rrallë herë kom fol si me ju sot në vetën e parë. Nuk e dëshiroj, po gjithnjë kam dëshirë me fol ma gjanë për proceset edhe sot për mu. Kja bisede jona e sodit, nesër do t'i takoj historisë. Nesër do t'dalin para nesh kërkesa të reja, nevoja të reja, dhe ne duhet t'i shfrytëzojmë. E unë po them, sikur se ne që kem ditë me shfrytëzu momentumin, e kthesës e marrë që e përmendëm pajtimin e gjaqeve, apo vendimin për marrjen e vendimit për organizim ushtarak, për fillimin e luftës, edhe sot absolutisht është një momentum i jashtëzakonshëm, i kthesës së madhe pozitive, fatkeqësisht për shkak të atyne që ka ndodhur
gjatë këtyne 5 vite. Shpërfaqja e dobësive të këtij pushteti, shpërfaqja e negativitetit të këtij pushteti, të këtyne përfaqësuesve, prandaj unë mendoj është një kushtrim për Partinë Demokratike, për gjithë antarët simpatizant e Partisë Demokratike, kudo që t'jenë që ata të jenë të njëzeshëm, të jenë sa ma aktiv, të punojnë sa ma afër, kursesi mos të përdorin gjuhën e urrejtjes mes vëllezërve bashkëkombëtarëve tonë, po gjuhën e parafrimit, gjuhën e sqarimit, sepse përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës kanë në çka të thirrën dhe kanë shumë lehtë çka t'ju ofrojnë për të ardhmen. Prandaj unë edhe një herë e shfrytëzoj këtë studio, këtë emision, që bëj thirrje të gjithëve, pa përjashtim, nalën dhe të mendojnë seriozisht për veten, për familjet dhe për shtetin e Kosovës. Grabosi, rishimi edhe gjatë zgjedhjeve, Me kënaqësi. me ju si kundër dhe me tjerë, edhe me oponentët tuaj që do të gravitojnë të studia natyrisht. Të falenderoj edhe njerë për kohën. Faleminderit juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.